Shenjat peshore s'kan ndikime shumë të fuqishme që gjithë kësaj jave. Në përgjithësi ndikimet i ka shumë pozitive pjesën e parë të javës. Mesi është pak i përzier dhe fundi është pak i përzier, por fillimi i javës është shumë pozitiv. Pika ku do të këshilloj që të fokusojmë gjithsej është socializimi. Marrëdhëniet që kemi në gjithë grupin tonë shoqëror, mund të kemi njohje të shumta të cilët na ndihmojnë vërtet shumë. Për sa i përket karrierës, është një nga shenjat që gjatë kësaj jave ka ndikime shumë të fuqishme. Pozitive apo negative varet shumë nga personi dhe varet a kemi aftësinë që të perceptojmë ato, por duke qenë se në këto momente shenja peshores është ekstra aktive, pra hiperaktive, mund të ketë tendencën që të tejkalojë ato mundësi që i dalin përpara dhe ka një fokusim shumë të madh tek njerëzit që ka të afërm, si vëllezërit, motrat e tjerë, por kjo e ngushton shumë. Do t'i këshilloj që të zgjerohemi pak më tepër, pra edhe në ritëm shoqëror,